qytetarës që kishte prerë format organike të natyrës. Pista e aeroportit, ende në ndërtim nga të kohë zgjate në horizont si një vizore prej betoni brenda një sistemi të gjallë. Ajo vizore u bëvija nga ku nisëm të lexonim transformimin që po përgatitej për të gjithë gjirin e Vlorës. Atë mëngjes gritëm disa pyetje, që sot në këtë shesh janë bërë edhe më të ngushme. Kush po e ndryshon territorin? Për kë po e ndryshon territorin dhe çfarë do të mbetet pas për ne? Laguna e Nartës është një nga habitatet më të rëndësishme për shpendët shqiptar në Evropë. Parën përsëritje me Joni dhe Aleksandrin, mbi të kalojnë me mira shpend shtektar, rrugë ajrore shumë herë më të vjetra se aeroporti. Rrugë që sot përshkojnë prej mira vitesh, pa terminale, pa leje ndërtimi, pa oferta të pakërkuara dhe pa kontrata koncesionare. Por, përpara Vlorës, kemi Kuksin. Në vitin 2019, për Kuksin u premtuan 300.000 pasagjerë në vit, të paktën 220 vende pune dhe kompania ajrore evropiane me kosto të ulët. Qeveria e quajti një tjetër premtim të mbajtur. Sot pista dhe terminali janë ende aty, ndërsa fluturimet mungojnë. Apo jo? Premtimi për zhvillimin e veriut ka mbetur i derdhur në beton dhe i mbyllur brenda një terminali të sprazë, ndërsa fjalët vijojnë të qëndrojnë të varura në website-in e faqes së kryeministrisë. E njëjta gjuhë shoqëroi edhe projektin e Vlorës. U premtua një investim prej miliona eurosh, mira vënda pune dhe një ndikim prej miliarda eurosh në ekonominë e Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Por ndryshe nga Kuksi, pista e Vlorës u ndërtua brenda një sistemi të gjallë, në korridorin e shpendëve migrator. Dhe kur ndërtojmë një aeroport në rrugën e tyre, natyra nuk e ndryshon itinerarin me urdhër nga lart. Zogjtë nuk i lexojnë vendimet e Këshillit të Ministrave. Megjithatë, kundërshtinë për pasojat e këtij ndërtimi në tetor të vitit 2022. Nga ekosistemi Pish Poronart u hoq nga mbrojtja një sipërfaqe prej 5.571.7 hektarësh. Vetëm 2 javë më vonë, Këshilli Kombëtar i Territorit me në krye kryeministrin miratoi me kusht lejen për ndërtimin e aeroportit. Kështu ligji u përdor për t'i hapur rrugë ndërtimit brenda natyrës që duhej të mbronte. Kjo mënyrë veprimi u kthye në mekanizëm me ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura. Territori dhe vlera e tij natyrore mbetën të njëjtat, ndryshuan rregullat dhe mundësia për të dhënë lejen ndërtimi brenda tij. Aeroporti duhet të hapej më 20 shkurt të këtij viti. Nuk është hapur apo jo? Ai nuk u vënë në funksion dhe sot qeveria ka nisur procedurën për zgjidhjen e kontratës me koncesionarin për shkak të shkeljeve dhe konflikteve ndërmjet ortakëve. Njëri prej tyre paralajmëron arbitrazh ndërkombëtar. E mbani mend çështjen Beketit? Si përfundoi? Kush po e paguan? Sot premtime për publikun ka mbetur në të ardhmen, ndërsa garancia për koncesionin ka formë juridike, dini apo jo? Territori ndryshoi, aeroporti nuk u hap, kontrata po prishet, fatura mund të mbetet qytetarëve, pra neve. Kush mban përgjegjësi për këtë? Roma! Kush? Roma! Madje gjithë qeveria në fakt. Tani, largojeni një moment vështrimi nga pista e aeroportit të Vlorës dhe largoni dhe shihni të gjithë gjirin e Vlorës. Avioni që pritet të ulet, aty kërkon rrugë. Marina, hotele, resorte, banesa, energji dhe ujë. Pista është vetëm vija e parë e hequr mbi territor. Në të njëjtat ekrane, ku fillimisht ju shfaqen të gjithë juve parcelat e aeroportit dhe avionët që fluturonin, sot po ju shfaqen çfarë? Qytete të tëra private, mira hektar bregdet vendosen mbi hartë sikur zhvillimi të fillonte me një fletë të bardhë. E kemi parë këtë. E kemi parë në Durrës, e kemi parë në Velipoj, e kemi parë në Shëngjin, në Palas, në Dërmi, në Himar, në Ksamil, deri në
në Butrinj. Sikur territori të ishte i papanuar. Tabula rasa, shtukin çdo gjurmjete që gjendet aty. Por aty ka laguna, ka pyje, ka toka bujësore, ujëra dhe vendbanime, ka ekonomi lokale, ka pronësi, ka kujtes, ka trashëgimi dhe histori. Ka marrëdhënie që nuk duken në rendera, por që e bëjnë territorin të jetueshëm. Nga Zvërnec Pishporonar deri në Darzez dhe Divjak, po projektohen zhvillime me përmasa dhe funksione të qyteteve të reja. Vetëm projekti i Zvërnecit shtrihet në rreth 250 hektar dhe parashikon më shumë se 10.000 banor popullat. Pra, po planifikohet një qytet privat për një popullsi prej më shumë se 10.000 njerëzish. E dini çfarë ndodh 40 kilometra më tutje? Selenica, një bashki me të njëjtën popullsi, sot është propozuar të shkrihet. Pse? Sepse ka pak banor. Absurde, po? Gjiri i Florës projektohet për të mbushur me aeroporte, resorte, marina dhe mijëra banesa të reja, ndërsa territori në brendësi, pra jo në Bregdet, humbet popullsin çdo ditë, tani rrezikon të humbas edhe bashki. Do procese zhvillohen brenda së njëjtës arkitekturë dhe politikë territoriale në të njëjtën kohë nga e njëjta qeveri. Investimet dhe mundësitë përqendrohen në Bregdet, periferia dobësohet dhe më pas numërohen njerëzit që kanë mbetur për provuar se bashkia nuk duhet të ekzistojë më. Pra, pasojat e një politike përdoret për të justifikuar politikën pasardhëse. 10 vjet pas reformës territoriale të vitit 2014 nuk kemi ende një reflektim serioz mbi pasojat e saj. Po përgatitet një reformë e re, me kufi dhe distanca të reja, sikur të mos ekzistonte asnjë kujtesë se si mbërritëm tek depopullimi i vendit dhe veçanërisht i periferive me pasuri të mëdha natyrore dhe kulturore. Përsëri tabula rasa, qeveria po krijon qytete për një popullsi të imagjinuar dhe po shkrim bashkitë e njerëzve që jetojnë sot në territor. Popullsia e pakët përdoret për të justifikuar shkrirje. Popullsia e vizatuar në renderat e star arkitektëve përdoret për të justifikuar çfarë? Rrugë, infrastrukturë, investime, ndryshime ligjore dhe mbështetje shtetërore. Këtu qeveria sillet si treg, imagjinon blerës dhe organizon territorin sikur apartamentet të ishin shitur përpara se të fillojnë të ndërtoheshin, madje përpara se të jepeshin lejet e ndërtimit. Ndërsa bashkitë shkrihen, qendra e qeverisë largohet nga banori dhe institucionet afrohen me investitorin. Projektit privat i vjen dispozicion tokë, rrugë, infrastrukturë, ligjet posaçme dhe sidomos procedura të përshpejtuara. Aeroporti, resorte, qytete turistike do të rrisin kërkesën për çfarë? Për ujë, për energji, kanalizime, transport, menaxhim mbetjesh, shkolla dhe shërbime shëndetësore. Ndërsa vendimet merren nga qendra në territor, çfarë mbetet? Trafiku, plerat, mungesa e ujit, dëmtimi i peizazhit pa rikuperueshëm dhe konfliktet mbi pronësinë. Pra, projektet vendosen në qendër, lejet miratohen në qendër, kufi ndryshohen në qendër. Banorët thirren për çfarë? Për diskutuar, për të duar trokitur vendimet që janë marrë. Fitimi përqendrohet tek investitorin, ndërsa kostot shpërndahen tek qytetarët. Ajo që po ndodh në Gjirin e Florës na tregon si merr formë një model në territor dhe çfarë mund të prodhojë për të gjithë Shqipërinë. Prandaj pyetja që duhet ngrim sot është çfarë modeli zhvillimi dhe qeverisje po ndërtojmë ne për vendin. Unë zgjedh një model zhvillimi që nis nga njerëzit, nga burimet e vendit, ekonomia lokale dhe pjesëmarrja e komunitetit, një model që ndërton mbi atë që është origjinale, e jona dhe e lidhur me territorin. Zhvillimi merr kuptim kur njerëzit mund të qëndrojnë, të punojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen në vendin e tyre, kur vlera që krijohet mbetet në ekonominë lokale dhe kur komuniteti ka zë në vendimet që ndryshojnë jetën e tij. Popullsia nuk krijohet në rendera, natyra nuk negociohet me kontratë, territori nuk qeveriset me urdhër nga lart. Nëse nuk pyesim për kë po ndërtojmë, kush vendos dhe kush do t'i mbaj kostot, Gjiri i Florës mund të pasurohet me ndërtesa, po
por do të varfërohet nga jeta. Dhe kjo nuk do të mbetet vetëm historia e Gjurit Florës. Ajo po vizatohet sot harta e Shqipërisë së Mesme. Faleminderit. Brava jepe dorëheqe. Tani dua t'ju rikujtoj se këtu mund të vinë të flasin të gjithë njerëzit të cilët nuk kanë pozicione në parti politike, nuk kanë pozicione drejtuese. Mund të vinë të gjithë ata që japin kontribut dhe janë profesionist në fushat të caktuar. Mund të vinë të gjithë ata të cilat mund të flasin për temën në mënyrë profesionale dhe që mund të shpjegojnë problemet që kanë projekte të caktuar. Prandaj tani ftojmë Pano Sok. Përshëndetje dhe gjithve! Jeni të mrekullueshëm! Po dëgjoja me shumë këshëri në fakt, kolegët që folën më përpara, dhe ta kuptojmë që të gjithë mirë që në thelb, në qendër, në bërthamën e problemit tonë, është modeli që këta po ndërtojnë, është modeli KÇK, është modeli kap qatë kapës. Kjo është gjeneta e çdo gjëje dhe pse? Sepse kur vinë në pushtet, ta vinë me ide, ore, 4 vjet jemi. 4 vjet jemi. Kap qatë kapë është to 4 vjet. Vinë qatë vjet është to 4 vjet. Shikoni çfarë bën. Shteti bën vlerë. Vlerë të përgjithshme. Çdo qeveri është përgjegjëse për vlerë që bën vetë. Është përgjegjëse për ato që e ka ngarkuar populli për periudhë vetë. Këta shpikën një model të ri, që e quajtën PPP. Dhe tashmë vlerjet nuk i bëni vetëm për atë vit që të ka ngarkuar populli mos zotrim. Jo, vlerjet i bëjnë për 35 vjet. Koncesionet tona zgjasin 35 vjet. Po më fal, pas 35 vjetësh në këtë vend, pjesa më e madhe juaja nuk do jetë më. Ky vend nuk do të jetë më ky që është sot. Këta njerëz nuk do të jenë më, do të kenë ata njerëz të rinj. Kusur nga ai pas 35 vjetësh që të paguaj për aferën, për kontratën që ka lidhur ky sot në 2026, ta paguaj dhe në 2060. Po pse e bën? Për të kapur pra sa më shumë, vere, lute, bimë sa më shumë, se 4 vjetë do tjetë. Qikoni çfarë bën me shëndetësinë. Na tha shëndetësia falas. E qa kuptuam të gjithë, është dakord, do të paguajmë taksa, e me lekë taksa do të kemi shëndetësi. Do ta kemi falas. E na e shitën edhe sikur do ta kishim cilësore. Në 2013. Çfarë ndodh sot? Sot ne taksa për Ministrinë e Shëndetësisë paguajmë në vit 700 milion euro. E dini se paguajmë jashtë taksave 1,5 miliard euro. Pra, ne që do ta kishim shëndetësim falas, paguajmë taksat, paguajmë dhe 2 herë më shumë taksa për të marrë shëndetësinë e për të marrë shëndetin tonë. Dhe këtu një pyetje kam. Ore, mos është më mirë ta bëjmë me lekë se kjo falas na kputi. Se nuk është kjo shëndetësia falas, por na rëndon shumë fare. Është model dhe halli im nuk është vetëm Rama. Unë ka problemit me Karamis, çfarë po bëjnë me zonat e mbrojtura? Atë që kanë bërë më përpara me Durrësin. Shikoni, çdo vend si çdo shtëpi ka disa pishu, pak florin, që gjyshe stërgjyshja kanë lënë trashëgimi, e ti e ke për detyrë që t'ja lësh trashëgimi fëmijëve, libërve, besave tua. Zonat e mbrojtura, zonat historike të një vendi janë pikërisht këto pishut e gjyshe. Këto që të ka lënë gjyshe aty, nuk t'i ka lënë për t'i shitur, t'i ka lënë trashëgim për t'ja lënë t'i brezave që do të vinë. Narta, apo Durrësi, nuk janë tonat më zot.
Ne jemi kalimtar në këtë vend. Erdhëm, na e lavë të parë tanë, e kemi për detyrë që t'i ruajmë, t'i konservojmë, e t'i trashëgojmë nipave, mbesave tona. Jo t'i prishë, asë një shpi nuk shetë një shutë e taj për të grënë bukë. A i vend që përdor pasurit natyrore, pasurit historike, për të siguruar bukën e kojës, është si ajo familje që shetë pishut për të grënë bukë. Do të vetëm kur babaja asaj familje, është që drogaqi, është që kumarqi, që si nuk tjetër, se si ta bëjë këtë vend të funksionoj. Çfarë bën me portin e Durrësit? E mbytën Durrësin. Gjithë ajo pasuri historike, port 2000 vjeçar, Pompei ka kaluar, Julius Cezari ka kaluar. Jo, papritur u vendosi do me koncesion. Po pse do me koncesion? U futën tam-tamet e qeverisë e filluan të thoshin që po prit, mos fol, se këtu do të bëhet resorti më i bukur në Europë, thoshte. Më i bukur në Mesnet, nuk do të ketë tjetër. Jeni dakord? Kur e pam që ajo që po miratojnë ishin pallate, po ndërtoheshin pallate, ta për fal, po prishin portin historik për ndërtuar pallate, a jemi në rregull trut? Se s'ka kuptim kjo gjë. Por na thamë më brava, mos fol. Se janë 2.3 miliard euro investime. 2.3 miliard euro. Tani unë investimin e di që ai zotria që do investoj, si e lekët nga banka e vete, banka këtu në Shqipëri, e pakua për investimin. Kur hapëm letrat neve 2.3 miliard euro, a i thoshte unë do sjellë 80 milion euro. Po si që ka kjo, 2.3 miliard na ushqit do bëhet 2.3 miliard. 80 milion që ta keni më afër juve, është sikur dikush t'ju premtoj 2.3 milion lek, e t'ju japin 10.000 lek. Shura e bëri. Të njëjtën gjë do ndodhi në Zvërnec. E t'i qoni këtë që thonë 4 miliard euro investime. 4 miliard euro do sjellë ai. Më fale, para njerë, tu nuk ka një projekt. Se këtu dhe kryeministri thotë s'ka projekt. Po nga e diti që është 4 miliard? Se që ta dishte sa kushton të t'keshin projekti. Dhe aty e mervesh se sa kushton. Por këta e shesi 4 miliard. Dhe ajo që pam është që edhe Zvërneci do t'jetë një tuf pallatesh për ndërtuar në një qytet, do vinë do jetojnë ta njerëz që nuk i njohin. Sepse ky është projekti që kanë. Më besoni miq. KÇK-ja është model që është induktuar, që është kultivuar, kap qatë kapës, dhe mos të që mbrapa. Se nuk është vetëm për bjerje, më besoni. Nuk është vetëm për bjerje. E kemi këtë shëndeti që kemi sot, jo se s'kemi lek, po se nuk dua. E kemi këta arsim që kemi sot, jo se s'kemi lek, po se nuk dua që të arsimohen. Kemi këtë ekonomi që kemi sot, kemi pak industrializim, nuk kemi fabrika, sepse nuk dua që të pasurohen, sepse një popull i arsimuar, një popull i pasur, nuk e mban dot të nështruar. Por këta e lënë të varfër dhe të paarsimuar, që ta mbajnë të nështruar. Është modeli. Dhe halli im nuk është Rama, halli im është rabizmi. është ky modeli që këta po sjellin. Sepse kështu e mbajnë popullin të nështruar. Kështu arrin të sigurojnë pushtetin, mandatin e parë, mandatin e dytë, mandatin e 7, 18. Kështu e kanë model të mbartur dhe e kaluar ata. E kanë parë se si funksionon pushteti 45 vjeçar. Dhe nuk është se ka probleme ai ta bëjnë prapë. Sepse duan të jetë të varfër, që këta të rinë sa më shumë në pushtet. Po të thoni ju, kush është cilja për të gjithë të? Dorëheqje! 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 Pastaloni! Na ka akuzuar se ne po luftojmë zhvillimin e turizmit në Shqipëri.
Na ka akuzuar se financohemi nga vendet fqinje sepse ata janë xheloz për investimet që po bëhen në Shqipëri. Por në fakt po ndodhe kundërta. Po ndodhe absolutisht e kundërta. Sepse në vendet fqinje po ikin jo vetëm turistët cilësor, jo vetëm njerëzit që duan një palë pushime në vende ku të respektohet natyra, po ikin dhe shqiptarët e shkratës mesme, ata pikrisht që ata i po i përzën nga ky vend. Ne pam shumë mirë se si u angazhua diaspora shqiptare për të mbështetur dhe për të mbështetur këtë protest. Ata njerëz erdhën këtu në disa raste, por ata ishin mësuar që gjatë verës pushimet e tyre t'i kalonin në Shqipëri. Fatkeqësisht, pjesa më e mirë e tyre, pjesa më e shëndetshme e tyre, ata që kanë arritur suksese më shumë në vendet ku jetojnë, detyrohen të ikin t'i bëjnë pushimet jashtë Shqipërisë, sepse modeli i turizmit që ky propozon është modeli i të fortëve dhe trafikantëve që ndërtojnë hotele ku vriten turistët. Edhe modeli i Sazanit, i tillë ishte një turizëm gjashtë militar, po jo, ishte një ekskluzivitet për të ndërtuar atje dhe për të kufizuar hyrjen për shqiptarët, për ta njerëz super të pasur dhe për trafikantët e drogës dhe eskortat e tyre. Ne kemi rënduar komunizmin duke thirrur e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Fatkeqësisht ta kanë dëgjuar e duam Shqipërinë si gjithë Emiratet. Jo, nuk e duam Shqipërinë si Emiratet ne. Nuk duam kulla pa fund, nuk duam shkatrohet Bregdeti, nuk duam shkatrohet natyra. Ne do e mbrojmë natyrën, ne do e mbrojmë vendin tonë. Gjithashtu, është dhënë status investitorit strategjik për kompaninë Xharet Kushnerit në Sazan. Pra, kjo qeveri i pas ka mundësit t'i siguroj Xharet Kushnerit dhe thoj ti gjithë infrastrukturën super të kushtueshme, sepse të qosh ujë të pishëm, të qosh elektricitetit, të ndërtosh rrugët në Sazan, për që të përballojnë atë lloj resorti, duhet shumë investim, duhet shumë para, dhe kushton shumë më tepër se ta bësh në një ishull. Ndërkohë po shohim që atje ku tentojnë ta zhvillojnë shqiptarët turizmin, nuk ka asnjë investim për infrastrukturën, nuk ka asnjë investim për rritjen e kapacitetit ujëmbledhëse, nuk ka asnjë investim për trajtimin e ujëve të zeza, nuk ka asnjë investim për energjinë elektrike. Dhe gjitha këto pra tregojnë qartë që ky pushtet i korruptuar nuk mund të vazhdojë më. Dhe ne vendin tonë nuk do ta lejmë më dot këtyre. Prandaj është e domosdoshme që ne të rezistojmë deri në fund, derisa këta të largohen dhe t'japin dorëheqje. Faleminderit. Dorëheqje. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit për rezistencën tuaj. Kjo protestë nuk është thjesht për shfaqje, por është një nevojë ulërice për ndryshim regjimi, sepse jetojmë në një sistem i cili na dikton, na vjell, na poshtëron dhe na ka marrur të ardhmen tonë. Dhe ky sistem nuk reflekton aspiratat tona, pritshmëritë tona dhe nuk ka lidhje me një sistem demokratik që ne synojmë t'i bashkohemi Bashkimit Evropian. Kam dy fjalë për raportin e Kukësit dhe raportin e Vlorës. Tani jeni ndjeni që për pjesën e raportit Kukësit u tha me burë me propagandë që do kishe deri 12.000 vende pune dhe do kishe diku ke 300.000 fluks udhëtarësh, mirë po rezultoi një fiasko dhe rezultoi një dështim i madh, miliona euro të hedhura dëm dhe aeroport nuk funksionon, por veç se kryen buxhetin e shtetit. Tani për aeroportin e Vlorës nisi me një skandal në kundërshtim me parimet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian sa i përket konkurrencës. E bëri me nxitim qeveria duke ia dhënë aeroportin Bakar, një kompanie turke
pasi ishte unë të akorcuar me Erdoganin për t'i mundësuar linja ajrore shqiptare, e cila për fat e keq, me që flasim tani këtu, ju e dini shumë mirë që Shqipëria nuk e ka linjë ajrore, ata avionin e famshëm që ishte për propagandë. Si çdo gjë tjetër që është vetë propagandë, projekte të dështuara. Tani për këtë projekt në Vlorë që është shumë rëndësishme, tani ka pasur shqetësime serioze nga organizatat mjedisore për impaktin që ka në mjedis, veçanërisht në zonën e mbrojtur Vjozë dhe Narë. Tani këto shqetësime u ngritën në nivel gjykate dhe për fat në keq me keqarë dhe sistemi drejtësisë u bë palë me këtë shtet korruptuar, pasi nuk i la zë dhe nuk u shfaq me një shëndrim ligjor nëse këto pretendime ishin apo jo të lishme dhe nëse kishin një ndjekim negativ. Këto shqetësime për sa i përket projektit. Pasi Bashkimi Evropian është shumë e rëndësishme, u shpreh me një rekomandim Këshilli i Evropës që thanë ndër tjera të pezullohet zbatimi i këtij projekti derisa të bëhet një vlerësim real i ndikimit mjedisor. Pasi vlerësimi nuk ishte bërë dhe ende nuk është bërë, dhe ndër tjera u rekomandua që të shihet si alternativë një vend tjetër, pasi ndikimi është realisht shumë negativ për zonën e mbrojtur. Tani diçka për ta përmbyllur. Ka pasur shumë akuza dhe kundër akuza sa i përket tani skandali që ka lindur midis dy ortakëve për ndërtimin e aeroportit. Neve nuk na intereson se si e zgjidhin ata problemin, ajo që na intereson neve është që shteti shqiptar mos dështojnë të na krijojnë një beket tjetër, pasi kjo çështje na kushton 300 deri 500 milion euro. I bëj thirrje çdo punonjës shteti shqiptar, veçanërisht ata të cilët janë të ngarkuar me ndjekjen e procedurave për prishjen e kontratës, të zbatojnë vetëm ligjin dhe mos bien prej presionit të shtetit dhe kësaj qeverie, e cila është ndikuar dhe ka interesa të tjera nga ato shtetërore. Tani do mbylli. Neve sigurisht na intereson që në Shqipëri të zbatohet shteti së drejtës, sundimi i ligjit, dhe ne nuk kemi interes që ta dëmtojmë biznesin përfshirë dhe Bezet Pacollin, pra ai duhet trajtuar me gjithë garanci ligjore. Por kjo nuk do të thotë se ne atij duhet t'i japim trajtim ose preferenca dhe na dëmtojnë, na çojnë arbitrazh në 2 miliona euro, që të cilat do t'i paguajmë ne, janë taksat tona. Dhe për ta përmbyllur, kjo protestë ndikohet nga domosdoshmëria për të mos pasur kthim pas, pasi nevoja është më e madhe dhe premtimi për fundin e këtij regjimi është real. Mos keni frikë, bashkoheni çdo ditë është një ditë më afër fitores tonë. Shteti Bektashi. Unë jam kundër të formimit të shtetit Bektashi brenda territorit Republikës së Shqipërisë. Tani, kush më njeh mua do thotë ti fation një musliman, nuk je pjesë e atij tarikati, edhe fare mirë mund të jesh kundër, nuk ka asnjë problemi. Po kundër janë edhe gjyshrit e mi Bektashi. Kundër janë edhe ata njerëz nga fisi im që janë Bektashi. Ne në fshatin tonë në Vlorë kemi teqe, edhe kemi pasur. Edhe në fshatrat përreth ka pasur dhe ka teqe. Pra ka popullat Bektashie. Kur nuk ju ka lindur atyre ideja apo nevoja që të kenë një shtet të tyrin, se nuk ndihen përfaqësuar, apo ndihen të kërcënuar, apo se nuk e praktikojnë dot mirë fenë e tyre. Po jo vetëm Vlorë. Unë jo Bektashin Skrapar, jo Bektashin Berat, jo Bektashin në Korçë, në Tropoj, në Kukës, në Bulqiz. Kur nuk e ka pasur të ide që duhet të kenë një shtet të tyri. Madje ju duket shumë e dyshim kjo punë. Po jo vetëm Bektashin. Fiks pak minuta para se të vija këtu në mikrofon, unë kam folur dhe rri dhe flas me profesor Arjanin,
që është Bektashi, me Heroldin, që është musliman, me Irisin, që është katolike, me Ilirin, që është ortodoks. Nuk kemi ne asnjë ndasi këtu, jemi të gjithë këtu në shesh bashkë për të njëjtin qëllim. Për të rrezuar të sistem kalkull, për të zbatuar ato pika protestës që janë vendosur. Asnjëra nga këto fe që përmenda këtu nuk i shkon në mendje që duhet vëri një gard apo të vëri një kufi shtetëror që të praktikoj më mirë fenë e tij. Të gjithëve na duket absurde. Po qeveria si e justifikon? Personalisht Edi Rama ka thënë, bërja e një shteti Bektashi do të ndihmoj traditën bektashie shqiptare, e cila është në zhdukje, dhe gjithashtu do të ndihmoj vizitorët edhe pelegrinët bektashi që vizitojnë kryegjyshatën. Tani, me këtë logjik i bie që sa herë që ne kemi një traditë në zhdukje, formoj një shtet brenda vendit tonë. Nga ana tjetër, nuk e kuptoj logjikën se si u ndihmoka vizitori dhe pelegrini duke krijuar edhe një kufi ekstra. Ai bie tani, nëse tani zbret në Rinas dhe shkon te kryegjyshata, tani do zbresin në Rinas deri në Selitës, në territor shqiptar, mbrapa Selitës duhet paraqesi vizën apo të kaloj kufirin tjetër për të hyrë për vizituar kryegjyshatën. Gjithashtu i kanë monedën euro, nga euro t'i bëj lek, e nga lek t'i bëj bek, që të bëj pagesën atje. Pra është një absurditet total. Tani do ju shpjegoj problemin sepse do qeveria që ky shtet të ekzistoj. Do që të ekzistoj shteti Bektashi dhe mënyra e vetme që të ekzistojë shteti Bektashi është që të ndrohet pika 2 e nenit parë Konstitutës Republikës Shqipërisë që përcakton që Shqipëria është një vend i pavarur dhe unitar. Që shteti Bektashi të ekzistojë, këta duan që Shqipëria mos jetë më një vend unitar. Duke e hequr këtë pikë, nuk të lejoj vetëm shteti Bektashi, po të lejoj një stër shtetesh vogla nesër pas nesër që të formohen për të territorit të Republikës Shqipërisë. Pra, sot ngrihet shteti Bektashi, nesër mund të jetë një minoritet në jug ose në veri, e thot do dhe në shtetin tonë, e pas nesër një investitor strategjik thot shiko, ky gardi këtu nuk është më gard, ky shtet im tani, ose një përfitues në paketa e maleve thot, kjo faqja e malit tu, tani është shteti im, se e ruaj më mirun. Kjo do të çojë që Shqipëria të kthehet në një federat shumë komshe edhe të marri goditjen e fundit të përçarjes që e duan qarqet greke dhe serbe. Luftojeni këtë nisëm siç keni luftuar investorët strategjik edhe siç keni luftuar paketën e maleve. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Brava! Ju lutem, ne kemi mbyllur për sonte, tani do vazhdojmë marshimin. Për arsye sigurie më dëgjoni 2-3 këshilla. Ja u kemi lënë drejtimin e marshimit zonjave, zonjushave, grave dhe burneshave. Ata do të drejtojnë. Në mënyrë kategorike asnjë brapa tyre nuk duhet të jetë me megafon. Ata që i kanë mshefur megafonët me ndonjë furgon të një televizioni për arsye etike, nuk e them, e din vetë ata, mund ta marrin edhe të flasin sa duan në fund rreshtit. Atje përpara ja u kemi lënë vetëm zonjave. Këtu ju ftoj të gjithëve, të madh, vogël, ka, fëmijë, këtu ka siguri, jeni të bindur për këtë. Kam edhe këshillën e fundit, ju lutem, telefonat gati, kushdo që provokon, vetëm filmoheni, majni si provë, se do t'i paraqesim përpara organeve kompetente ata që provokojnë edhe dhe fundin spika. Me kratet, faleminderit, burra, gra, frontit mos të lëshoni! Drejtimi do t'jetë bulevard, rreth dhe rreth sheshit Skënderbej nga Toptani, pjaca edhe këtu. Hajde me kratet!
Me që kanë përfunduar këtu fjalimet nga ana e qytetarëve, ora shënon 9:31 minuta, do të ketë nga këtë tutje nisjen e një marshimi, dëgjuam dhe folësin e fundit që bëri thirrje që të jenë vajzat në drejtim të protestës, një gjetje e bukur për të shmangur çdo lloj, po themi, kërkese për protagonizëm të tepruar. Shohim që dal nga dalë qytetarët po shkojnë pranë kryqëzimit në lumin Lana. Do të kemi një lidhje live edhe kolegen Klejda Muka për të na shpjeguar më tepër çfarë po ndodh. Klejda, kanë qenë fjalimet që kemi ndjekur në minutat e fundit, çfarë po ndodh në shesh, çfarë ndodh mbrëmjen e sotme? Ju përshëndes, me thirrjet nesër më shumë kanë përfunduar fjalimet edhe për ditën e 81 të kësaj proteste qytetare, ku ashtu sikurse në ditët e fundit kanë mbajtur fjalën qytetarë të shumt, por kanë mbizotëruar fjalimet të shqiptarëve të diasporës, të cilët kanë bërritur këtu për të shprehur shqetësimet e tyre në podiumin e vendosur poshtë zyrës së kryeministrit Edi Rama. Në këtë momente qytetarët po bëhen gati për marshimin, ashtu sikurse çdo natë tjetër, por le të themi që ditët e fundit është kthyer në një traditë që marshimin ta prinë të gjitha vajzat dhe gratë e kësaj proteste. Sipas organizatorëve, kjo ide është ndërmarrë për t'i dhënë më shumë hapësirë të gjitha vajzave dhe grave të cilat qëndrojnë stoike në këtë protestë prej 80 ditësh, për t'i dhënë atyre për hapësirë për ta drejtuar këtë protestë natën e sotme, por jo vetëm. Drejtimi me aq sa thanë organizatorët do t'jetë në drejtim të sheshit Nën Tereza, do t'jetë një marshim i shkurtër, por nuk dihen ende pikat e tjera se ku do të ndalojnë protestuesit, ndërkohë po ashtu protestuesit e kanë kthyer në traditë edhe pas çdo ditë proteste lënë një shënim në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe këtë ditë mesazhi që kishin zgjedhur të linin ishte beton apo bashkim evropian, që sipas tyre duan të shprehin shqetësimin për betonizimin e Tiranës, por jo vetëm, edhe zonave të mbrojtura, sikurse është edhe shkaku i nisjes së kësaj proteste kombëtare, e cila ndodhet tashmë në muajin e tretë, dhe ashtu sikurse kemi thënë, qytetarët kanë paralajmëruar se do të ketë një rikthim më të fuqishëm në muajin shtator, madje kanë bërë publike edhe datat kur do të dalin përpara Kuvendit të Shqipërisë në nisje të seancave plenare. Do të jetë data 10 shtator, 17 dhe 24 shtator. Madje gjoj një detaj që dua të përmend në këtë protestë, u bë publike edhe një kërkesë e organizatorëve të kësaj proteste që i drejtoheshin delegacionit të Bashkimit Evropian, por edhe institucioneve të tjera ndërkombëtare, ku i kërkonin që gjatë protestave të ardhshme të shtatorit të dërgoheshin vëzhgues ndërkombëtar për të parë veprimet e autoriteteve ndaj protestuesve. Ata kishin sill edhe 4 episode, siç ishin protestat e mbajtura në muajin korrik para Kuvendit të Shqipërisë, sikurse ishte protesta e 2 korrikut që u shoqërua me arrestime, por edhe shoqërime të shumta nga policia e shtetit, dhe më pas disa prej tyre gjykata vendosi të lërë në arrest shtëpiak për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike, por edhe kundërshtimit të forcave të policisë. Por protestuesit pretendojnë që policia ka vepruar në mënyrë jo proporcionale, ndaj edhe kanë kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve të huaja për të sjellë vëzhgues të pavarur në këto protesta. Do mbetet për të parë nëse këto autoritetet ndërkombëtare do të përgjigjen kërkesës së tyre, ndërsa sikurse e thash, ata mbeten të bindur që në shtator përveç se protestave do të kenë edhe rikthim të aksionit të tyre në Kuvendin e Shqipërisë për të shprehur edhe një herë deputetëve arsyetimin se ju nuk na përfaqësoni, ndaj edhe duhet të dorëzoni mandatet. Klejda, faleminderit për raportimin dhe për gjithë bashkëpunimin në mbrëmjen e sotme. Ndërkohë miq, do të mbetemi me këto pamje deri në nisje
të marshimit, shohim që do të formohet dal nga dal edhe baneri frontal i masës së njerëzve që do të bëjnë një marshim relativisht të shkurtër, pra në këtë ditë të gjysmës së dytë të gushtit, marshimet kanë qenë përgjithsisht më të shkurtra, për shkak edhe të numrit pak më të reduktuar se në pjesën tjetër të protestës, ndërsa mbetet për të parë, siç kemi përsëritur vazhdimisht, do të jetë shtator që mund të sjellë ndryshim të përmasave të protestës apo ndoshta edhe të formës organizimit. Shohim që vajzat, gratë kanë nisur të rreshtohen në pjesën ballore, do të jenë gjithashtu ato që do të orientojnë edhe koret, thirrjet e qytetarëve me megafon, është bërë thirrje që djemt dhe burrat respektojnë këtë zgjedhje për të shmangur çdo lloj tendence të tepruar protagonizmi apo edhe më keq incidentet pa dëshiruara të dhunës. Ka qenë përgjithsisht një protest model në pjesën ndërmuese të ditëve, përjashtim ndoshta të protestave para parlamentit, ku ka patur debatet shumëta mbi përdorimin e dhunës, por edhe për shproporcionalitetin në disa raste të ndërhyrjes së policisë, për ka qenë një debat i vazhdueshëm mes protestuesve dhe efektive të policisë. Ndërkohë shohim që u bën gati flamujt të mbajtur njëri pas tjetrit, ashtu siç ka krijuar edhe traditën e vet protesta në këto 81 ditë, një protestë që ka sjell në vazhdimsi, po themi, dhe elementet identifikues ku flamujt padyshim janë edhe njëri prej tyre. Ndërkohë, pjesa e boshatisur mes është për të respektuar një tjetër element protestës që ka të bëjë me të shkruarit të një mesazhi i cili përgjithsisht lidhet me kauza të caktuara. Sot me ka qenë Bashkimi Evropian apo beton, si për të shprehur edhe një herë kundërshtimet sa i takon projekteve që duken të debatueshëm për sa i përket aspektit mjedisor. Ndërkohë edhe gjetja e pozicionimit të vajzave në krye ka qenë, po themi, një formë për të parandaluar çdo lloj incidenti që mund vi si rrjedhojë gjakrave të nxehur. Këto janë pamjet, ky është rezultati ku besoj është një zgjidhje e gjithë pranuar. Ne shohim që janë në përgatitjet e fundit përpara startimit të marshimit, është pikërisht ka filluar edhe ecja e gjithë qytetarëve të prirë nga flamujt, nga gratë dhe nga vajzat.
Mi që vion marshimin dhe ndajemi këtu, bashkë do të ritakojemi nesër në orë 19, ndërkohë Top News do të vazhdoj të transmetoj të plotë edhe ecje në qytetarëve bashkë, ndajemi këtu dhe shihemi nesër, natë e mirë.